Përshëndetje të dashur miq, e mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim bashkë një supë fantastike me qofte të vogla. Është shumë e shijshme, ju sugjeroj ta provoni. Ka këto qoftet e vogla si misket, gjithashtu ka copëza karrote dhe patate të vogla në të. Është e prerë me vezë, kos dhe limon. Dhe del fantastike të dashur miq, shpresoj shumë që ta provoni. Jam e sigurt që do t'u pëlqejë. Le të fillojmë nga puna. Si fillim të dashur miq, do të hedhim në një blender një qep të vogël dhe 2-3 thelbinj hudhra. Ju a kam theksuar një qep të vogël sepse mishi që do të përdorim për qoftet e supës nuk është shumë i madh, është gati tek 250-300 gram mish i grirë. Qepën me hudhrat i bluajmë në blender derisa të coptohen plotësisht dhe i bashkojmë tek masa e mishit. Nëse keni bulgur të imët në vend të miellit të galetës, pra ose bukë të bluar, mund t'i shtoni dhe bulgur të imët. Unë i kam shtuar 2 duar me bukë të bluar kësaj radhe për ata që nuk e përdorin shpesh bulgurin e imët. E kam rregulluar me rigon, piper të kuq dhe krip. Dhe pastaj do të fillojmë ta punojmë mirë derisa masa të bëhet si një masë brumi, pra të gjitha erëzat, qepa, çdo gjë që ka brenda të bëhet e njëtrajtshme, pra të jetë një masë si brum. Do ta punoni mirë për 2-3 minuta duke e ngjeshur. Masës së qofteve nuk i kam shtuar vezë. Vezën do t'ja shtoj kur ta pres tek masa e kosit. Edhe pse masës nuk i kemi shtuar vezë, qoftet nuk do të shpërbëhen gjatë zierjes, të jeni të sigurt, sepse kjo varet nga mënyra se si e keni punuar masën. Pra siç e shikoni, unë po e punoj mirë që të jetë e njëtrajtshme si një masë brumi. Nuk i kam shtuar vezë dhe për faktin që masa e mishit është e pakët, edhe qepa dhe veza do të kërkoj më tepër bukë, pra do të kërkoj më tepër grimca buke për t'ja marrë të gjithë lagështim. Për këtë arsye nuk i kam shtuar vezë të dashur miq, dhe edhe pse si kemi shtuar vezë, qoftet nuk janë shpërbërë. Qoftet siç e shikoni, nga që masa është shumë kompakte, marrim pak dhe i rretullojmë në pllëmbën e dorës. Me gishtrinj e ngjeshim dhe me dorë e rretullojmë. E ngjeshim pak me gishtrinj dhe e rretullojmë. Nëse keni nevojë, dorën mund ta ngjyeni pak në ujë, në këtë mënyrë e rretulloni më kollaj. Pasi i kam mbaruar të gjitha qoftet, do të presim perimet. Për këtë supë kam përdorur një patate dhe një karrotë. Keni parasysh që të zgjidhni pataten më të vogël dhe i presim në kubik të veçkël siç e shikoni në video. Edhe karrotën po njësoj e kam prerë njërë përse gjati dhe pastaj në ripa të hollë dhe përse gjëri në kubik. Ne nën ku do të gatuajmë supën, do të shtojmë si fillim vajin dhe pastaj do të shtojmë perimet dhe do t'i kaurdisim pak në vaj si fillim, pra do t'i rretullojmë për një 2-3 minuta. Pastaj do t'i shtojmë qoftet dhe ujin që të zjej me të. Keni parasysh që para se t'i hidhni patatet dhe karrotën, tigani të jetë i nxehur mirë, pra vaji të jetë i nxehur, përndryshe patatet mund të ngjiten. Për këtë arsye nxeheni mirë dhe pastaj shtojani. Pasi janë rretulluar në vaj, pra janë kaurdisur në vaj mjaftueshëm, i shtojmë qoftet dhe pasi i kemi shtuar të gjitha qoftet, i shtojmë ujin e nxehtë. I shtojmë ujë aq sa t'i dali përsipër dhe të marrin valë të dyja bashk, pra lëngu të marrë shijen e qofteve dhe perimeve.
E rregullojmë me krip, i vendosim kapakun dhe e lëm të ziejë derisa patatja të zbutet, pra për një 10 ose 15 minuta. Gjatë kohës që supa zien, ne do të përgatisim masën me cilën do ta presim. Unë kam përdorur 2 lugë të mëdha kos ose një tas supe i vogël me kos. Kam përdorur një kokër vezë dhe një limon. Në varësi të kosit që keni, unë kosin e kam goxha të ëmbël, sepse është kosi shtëpie i bërë vetë. Në varësi të kosit edhe limonin mund ta shkurtoni, mund të shtoni një gjysmë limoni, mund të mos shtoni komplet lëngun e një limoni të plot. Unë kam përdorur një limon të plot, sepse kosi ishte goxha i ëmbël. Gjithashtu masës i kam shtuar dhe një lugë me miell. Dhe këtë masë e kam trazuar mirë të gjithën dhe e kam lënë që ta kem gati për të prerë supën. Pasi supa ka zier për 15-20 minuta, mund ta kontrolloni, pra i shikoni pataten që është bërë apo jo. Mund të provoni dhe qoftën të dashur miq, nëse nuk jeni agjërueshëm. Për këtë supë kam prerë gjithashtu dhe pak kopër. Kjo është opsionale, por i shkon shumë të dashur miq. Nëse keni mundësi, mund ta përdorni. Nëse nuk gjeni dot kopër të njom, mund të përdorni nenexhik të tharë dhe nenexhiku i shkon shumë. Nëse do të përdorni nenexhik për në fund, kur ta servirni, mund ta diqni në pak gjalp nenexhikun dhe ashtu t'ia shtoni supës përsipër. Pra si që thash, pataten mund ta kontrolloni me pirun, nëse patatja është zbutur, pra është bërë bashkë me karotën, atëherë është okay, do t'i shtojmë masën me cilën do ta presim. Pasi i kemi shtuar kosin me vezë, e trazojmë pak, që mos na pritet për një herë, dhe pastaj e lëm të marrë valë të dashur miq. Keni parasysh që her pas here t'i fusni ndonjë të rretulluar, sepse patatet mund të zbresin në fund të tenxheres dhe mund të qellojë që të ngjiten aty. Prandaj keni parasysh që her pas here t'i fusni ndonjë të rretulluar që mos të mbeten në fund të enës asnjë gjë. Si që shikoni, pasi masa ka marrë valë për një 2-3 minuta me kos dhe vezën, i shtojmë dhe koprin dhe e kemi gati. Në këtë pikë mund ta fikni të dashur miq, supa është gati për t'u servirur. Ky është dhe rezultati të dashur miq, del fantastike, është shumë e shijshme, është e ushqyeshme, shpresoj shumë që ta provoni dhe të më shkruani në komentet më poshtë se si ju doli, a u pëlqeu apo jo. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.